Në një intervistë për media, ish-ministri Sandër Leshaj na dhuroi një perl filozofike nga gjithë zhurma e skandalit Balluku. Humb Shqipëria. Politikanët flasin studio, të zihen, ndorhiqjet sillen si fjalë të mëdha dhe në fund sipas tij viktimash populli. Një zbulim tronditës që me siguri do të hyjë në tekstet e shkencave politike, si teori e zhurmës që dëmton kombin. Me një qetësi olimpike, Leshaj shpjegoi se nuk i kanë ndjekur me shumë intensitet zhvillimet, por ama e di saktësisht se zgjidhja është rruga politike. Dhe mbi të gjitha dorëheqja, të cilën e quajti mekanizëm të art, një lloj butoni magjik që sapo shtypet, shuan ngërçen, ul tensionin dhe lan mëkatet politike. Madje ai theksoi se ka provuar vetë dorëheqjen, sigurisht mekanizmin e art. I pyetur për deklaratën e kryeministit Edi Rama se Belinda Balluku e kishte dorëzuar dorëheqjen 3 herë, por nuk kishte pranuar, Leshaj u tregua parimor. Nëse dorëheqja është me vullnet të lirë, duhet të respektuar, nëse është në presion nuk quhet dorëheqje. Pra kemi hyrë në fazën ku dorëheqja duhet të kalojë testin e sinqeritetit filozofik përpara se të vuloset administrativisht. Në fund, mes mekanizmave të artë, vullneteve të lira dhe dorëheqjeve që jepen, por nuk pranohen, mbetet vetëm një pyetje thjesht. Nëse ky është butoni i shpëtimit, pse askush nuk e shtyp dot deri në fund?